Operacion sekret në Podujev, policia ndalon një arsenal armësh që dyshohet se po nisej drejt Francës. Sipas informacioneve të siguruara nga sinjali, hetuesit kishin marrë të dhëna se disa armë ishin fshehur brenda 2 dritareve plastike në një depo të një agjencie turistike. Pas kontrollit u zbuluan 4 pushk automatike, 9 karikator dhe mbi 260 fishek. Për të mos prishur hetimin, autoritetet e mbajtën operacionin plotësisht konfidencial dhe nuk e publikuan me njëherë sekuestrimin. Dyshohet se dërgesa ishte organizuar me dokumente të falsifikuara dhe kishte destinacion qytetin Mulhouse në Francë. Kur porosia nuk mbërriti në destinacion, një 27 vjeçar u paraqit në agjenci për të tërhequr porosinë, duke menduar se ishte kthyer ose kishte mbetur në tranzit. Në atë moment, hetuesit ndërhyn dhe arrestuan të dyshuarin në flagrant. Më pas u bastis edhe shtëpia e të dyshuarit, ku gjetën pjesë të tjera të pushkëve automatike dhe kondak druri. Me urdhër të prokurorit të shtetit ndaj B.K. është iniciuar procedurë për veprat penale, importi, eksporti, furnizimi, transportimi, prodhimi, këmbimi, ndërmjetësimi ose shitja e paautorizuar e armëve apo materialeve plasëse dhe falsifikim, ndërsa ai është dërguar në mbajtje.